Policia e shtetit nëpërmjet drejtorisë së hetimit të krimit kibernetik informon dhe ndërgjegjëson qytetarët në lidhje me raste të mashtrimeve online që kanë të bëjnë me oferta të rreme për kredi. Janë evidentuar raste kur persona të panjohur përmes faqeve të dyshimta në internet, rrjeteve sociale apo mesazheve elektronike paraqiten si përfaqësues të institucioneve financiare dhe i nxisin qytetarët të aplikojnë online për kredi me qëllim përfitimin monetar në mënyrë mashtruese. Këto oferta sipas policisë së shtetit janë mashtruese dhe synojnë përvetësimin e të dhënave personale dhe financiare të qytetarëve. Me këtë rast, policia e shtetit këshillon qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të mos dërgojnë para, të dhëna bankare apo dokumente personale të persona të pa identifikuar apo faqe interneti të pasigurta. Përpara se të aplikojnë për kredi pranë institucioneve financiare, të verifikojnë gjithmonë informacionin, të komunikojnë drejt për drejt me personelin bankar duke përdorur vetëm kontaktet zyrtare të publikuara në faqet zyrtare të bankave përkatëse, veçanërisht në rastet kur nuk kanë mundësi të paraqiten fizikisht në degët bankare. Gjithashtu qytetarët ftohen që në çdo rast të dyshuar për mashtrim të denoncojnë menjëherë pranë policisë së shtetit me qëllim parandalimin dhe hetimin e këtyre veprave penale.